Tashmë, shkencërisht është vërtetuar që fasting, mbajtja, agjerimi është shëndetshëm edhe në humbje peshë, edhe në çështje shëndetësore, dhe shumë njerëz bëjnë, edhe që nuk i takojnë realisht religionit islam, bëjnë agjerim klasik. A mund të agjeroj njeriu jashtë Ramazanit? Është shumë interesant që Zoti Gjereshanur neve obligim na i ka dhënë Ramazanin. Pastaj pas Ramazanit janë edhe 6 ditë e muajit Sheval. Pas Ramazanit muajt honor, edhe muajt arab. Vjen Shevali, janë 6 ditë me përcjell Ramazanin. Pastaj tek ne është sunet, me agjeru të hanë dhe tajte. Pastaj janë 3 ditë e bardha, dita 13, 12, 13 dhe 14. Pastaj janë 10 ditë e Dhul-Hijhes para bajramit të Kurbanit. Janë 10 ditë që njeriu është mirë me agjeru. Tash krejt që tu fazat e agjerimit, agjera, pusha, ndërprej, vazhdo prap, gjitha këtu ka ana shkencore dhe ka ana mjekësu, edhe trupin e njeriu të pastrojnë, edhe mendjen e njeriu të kthjellin, edhe organizmin të ne majnë sa ma vital. Për atë shkak, Zoti këto gjana i ka bë për ne. Pse? Allah i na ka kriju, Ramazanin Zoti ne ka obligu, neve ma mirë se Zoti as një njeri, as një krijes, as një spital, as një doktor sone din krijimin ton dhe çka do trupi jon. Kështu që Zoti na ka kriju, edhe ai e din çka dojmë na. Ta marrim shembull një vetur, e ka prodhu filon shteti. Ai tregon sa do të me lan kët, sa do të me bë kështu, sa do të me lan xet. Ma mirë se ai që ka prodhu, inxhinieri i atij asaj veture, nuk e din veturën askush. Zoti neve vetë na ka kriju, ai e din çka është për neve më mirë. Mirë,